kapitulli amerikan I Sali Berishës në gjykimin tim quhet absolutisht mbyllur. Ndërkohë do të themi, institucionet të mandatuara për të certifikuar zgjedhjet në një vend, nuk janë në Amerikë. Gjithë deklaratat e bëra deri më sot nga shteti amerikan ka qenë mbështetje ose jo I rezultateve I raporteve të OSBE-ODIHR-it. Sepse organet të cilat janë të njohura ligjërisht, profesionalisht për certifikuar zgjedhjet në një vend në territorin e Shteteve të Bashkuara të Evropës, pra në Bashkimin Evropian, janë një dhe të vetme, OSBE-ODIHR. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ODIHR kanë prezencë dhe në OSBE kanë prezencë. Dhe ai është raporti bazë. Por del qëndrimi I Departamentit Shtetit përgjithsisht është konfirmim I raportit të nxjerrë nga OSBE-ODIHR. Kështu që mos prisni që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shkelen për Ir Berishës procedura, protokolle dhe të shpallen këto marrëmendje të cilat janë prodhuar në mendjen e dikujt në Republikën e Shqipërisë dhe I injektohet gjithë militantëve që prisnin çdo të ndodhë. Deri dje prisni deklarim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur ky deklarim erdhi I qartë, u thanë pritni çikse, nuk kishte për Ramën. Atëherë, vërtet nuk kishte deklarim për Ramën, dhe është vërtet nuk ishte për Ramën, sepse për Ramën deklarimi zyrtar I një shteti serioz bëhet kur ai të ketë marrë mandatin e certifikuar nga organi që certifikon, që quhet KQZ. Deri tani Rama është fitues moral, por akoma fitues ligjor, ndërsa zgjedhjet të cilat u faleneruan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë akt ligjor tashmë kryer. Çka do thotë zgjedhjet janë njohur, pritet procesi ligjor I ka një gjë që duhet ta themi. Në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës certifikojnë fituesin sot në këtë moment që flasim, çfarë vlen kanë ankimimet ligjore të Partisë Demokratike pranë gjykatave të sistemit drejtësisë, në rastin tonë pranë Kasit, çfarë vlen kanë? E vuri vulën Amerika. Dhe Amerika në këtë rast është shumë e kujdesshme në seriozitetin me të cilin e trajton çështjen. Po, certifikon zgjedhjet, dhe ato janë brenda standardeve që pranohen si zgjedhje, nuk janë në standardet evropiane, këtu do ta themi, ka akoma probleme, por nuk janë probleme të cilat e deformojnë rezultatin e zgjedhjeve. Dhe mëtej I le hapësirë kohore procesit ankimus për të mbyllur përfundimisht procesin ligjor të zgjedhjeve. Ditën që Komisioni Qendror I Zgjedhjeve shpall rezultatin e zgjedhjeve të certifikuar për ti, nga ky moment, të gjithë këta që sot kanë falendëruar Ramën për fitoren, dhe që është një urim moral jo ligjor, të gjithë ta duhet të ripërsërisin absolutisht urimet e tyre por tashmë zyrtare. Pra do të vinë në emër të presidentit zyrtarisht, të kancelarit zyrtarisht, të kryeministit anglez zyrtarisht dhe të departamentit të shtetit për presidentit të shtetit amerikan zyrtarisht. Në këtë rast, le të presim dhe kjo gjë do të ndodhë. Procesi zgjedhor në Shqipëri ka përfunduar. Gjithë kjo zvarritje që bëhet vetëm në kuadër të tezës Berishës, I cili ballafaqua përpara Nenit Basha, nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të prodhojë këtë artifica për ta shqyrturën në farsë në Shqipëri. Natyrisht pa shpresë, ka një lëvizje interesante, e cila në Shqipëri ngatrohet nga propaganda. Sot Berisha, atje, po sot duket, është në mbledhje të Partive Popullore Evropiane në Bruksel. Misioni fakmbledhës. Por janë Parti Popullore. Dhe media e sotme, me sa e pash, sa pata mundësi, natyrisht pranë Berishës, propagandon faktin që Berisha arriti të bindë Partit Popullore për prodhimin e një komisioni fakt mbledhës në Shqipëri. Tani duhet ta themi qartë fare. Jeta ekzekutive, jeta shtetërore, nga jeta politike janë absolutisht ndarë. Nuk ka mandat as një komision politik të futet në administratën shtetërore të Shqipërisë dhe çdo vendi
dhe të mbledh fakte në administratë. Nuk e ka këtë mandat. Këtë mandat e kanë vetëm organet e bashkimit, ekzekutive të bashkimit Evropian, Këshilli i Evropës, Komisioni i Evropës. Pra Komisioni Evropian mundet nga presioni që bëhet të kërkojë në kuadër të antarësimit dhe të afrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të kërkojë në këtë rast një komision i cili nuk përbëhet nga partjakë të drejtë për drejtë një krau, po bëhet nga pluripartjakë. Këtë gjë mund të kërkojë dhe Parlamenti Evropian. Por përsëri Parlamenti Evropian, po jo Partitë Popullore. Partitë Popullore mund të bëjnë presion Parlamentit Evropian që Parlamenti Evropian të prodhojë një komision fakmbledhës në përbërje të cilat do të ishin të gjitha grupimet politike që janë në parlament, por jo grupimet politike që përkasin Partitë Popullore, sa kështu është skema organizuar në Parlamentin Evropian. Janë në një krah janë social-demokratët, në krahun tjetër janë kristian-demokratët ose PP-t.